Në vitet e fundit, turizmi ka ndihmuar kantinat shqiptare të verës të avancojnë, por sektori ende nuk ka arritur potencialin e tij të plot. Shkaku kryesor është një zinxhir mbështetës jo efikas dhe paragjykimet ndaj verës shqiptare, e cila shpesh mbetet jashtë menus së bareve dhe restoranteve, ku preferohen produktet e importuara. Konsumatorët po ndryshojnë sjellje, por kostot rriten, duke e bërë investimin në kantina dhe masat mbështetëse një domosdoshmëri. Gjatë vitit 2025, prodhimi vendas mbeti pothuajse i njëjtë si një vit më parë, ndërsa sfidat, sidomos konkurenca me importet, janë shtuar. Kantinat po synojnë bashkëpunimin me agroturizmin, duke krijuar një eksperiencë më të qëndrueshme për turistët. Turizmi ka rritur kërkesën për produktet lokale, sepse turistët zakonisht provojnë verën shqiptare, gjë që ndihmon në rritjen e konsumit vendas. Megjithatë, importet shtypin prodhimin vendas, duke i detyruar prodhuesit të reduktojnë sasinë e rrushit që marrin nga fermerët lokal, e duke çuar disa familje drejt shitjes me çmime të ulta. Sa i përket cilësisë, rrushi i vitit fundit është cilësor, sidomos klonet autoktone, ndërsa sasia e prodhimit mbetet e paparashikueshme për momentin. Pritshmëritë për 2026 mbeten optimiste për turizmin, por rritja e vështirë e industrisë së verës mbetet sfidë. Agroturizmi shihet si një motor kryesor i promovimit të identitetit dhe konsumit vendas.